Labova e Kryqit në bashkinë e Liboovës vijon të mbetet një nga fshatrat më të vizituar të zonës fal historisë së saj, kishës së njohur dhe mikpritjes së banorëve. Vlerat kulturore dhe tradita e këtij fshati e kanë kthyer atë në një pikë të rëndësishme për turistët vendas dhe të huaj. Vizitorët që mbërrin në Labovën e Kryqit nuk ndalen vetëm tek monumentet historike, po zgjedhin të eksplorojnë edhe natyrën përreth. Një nga mënyrat më të veçanta të përjetimit të zonës është udhëtimi me kuaj, një eksperiencë që e bën më të veçantë qëndrimin e turistëve. Ne kemi eksploruar të gjithë zonën me kuaj, kështu që kemi parë shumë gjëra të bukura që njerëzit e tjerë nuk i shohin. Nuk kemi nevojë të flasim shumë, thjesht të ndjekim udhëfyesin. Është shumë këndshëm, është mahnitëse, do të rikthehem patjetër përsëri. Kam lexuar për historinë e Shqipërisë në guida dhe kam mësuar se shqiptarët kanë kaluar shumë vështirësi në vite. Forca dhe mikpritja e njerëzve janë një frymëzim edhe për njerëzit nga vendet e tjera. Labova është e bukur nga vetë natyra që ka, por kjo kishë e vjetër e bën fshatin edhe më karakteristik. Sipas specialistit të turizmit, zonat rurale të bashkisë së Liboovës po marrin gjithnjë më shumë vëmendje nga vizitorët e huaj për të lehtësuar lëvizjen turistike dhe për të përmirësuar kushtet e jetesës së banorëve. Bashkia ka ndërhyrë me investime në këto zona. Tek zonat rurale po themi që vazhdon të ketë interes të fshati i Labovës, domethënë duke përfshirë aty kisha e Shënmarisë, sigurisht Nepravishta, te Qeja e Melanit, Sagoria, po ashtu që është një zonë tjetër e cila të lë impakt të mirë, po themi te turistët, dhe ata kanë dëshirë që të ecin për rrugë të pa ngacmuara nga dorë e njeriut. Dhe aty është natyra e tillë që të gjitha malet dhe lumi që është aty, urat janë aty, janë me interes për ta. Për pjesën e Nepravishtës sigurisht që është riasfaltuar rruga e Nepravishtës edhe është bërë më aksesueshme, gjithashtu dhe Zagoria tashmë po vihet në e gjithë rruga e saj, duke pasur këto investimet e fundit edhe mund të aksesohet akoma më mirë duke hyrë edhe nga fusha e Çajupit, pasi nga Liboova akoma ka disa segmente jo të pakalueshme, po themi që janë të pa asfaltuara. Kombinimi i trashëgimisë historike, bukurive natyrore dhe traditave vendase po e pozicionon Liboovën si një destinacion me potencial të rëndësishëm për turizmin rural. Rritja e numrit të vizitorëve sjell mundësi të reja për zhvillimin ekonomik të komuniteteve lokale.